Lojrat popullore Fest 2025 në kuadër të veprimtarive të Qendrës Social-Kulturore Arti në Dua u zhvillua për herë të parë në Hajmel, Bashkia e Vaudejës. Kjo është një risi që ne për herë të parë tashmë organizojmë pikërisht në Hajmelin, i cili është pjesë e njësisë administrative të Bashkisë Vaudejës. Organizojmë për herë të parë lojrat popullore, të cilat organizohen nga organizata dhe dorë në bashkëpunim me Bashkinë dhe me njësinë administrative Hajmel, me mbështetjen e madhe të Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Duam që të përcjellim këto vlerat të trashëgimisë sonë kulturore nga ato gjyshet më të vjetra tek më të rinj. Edhe jo vetëm në zonat e mëdha urbane, siç jena mësuar në Shkodër, masi në Shkodër do të kemi pas 2 ditësh edicionin e 18, por edhe përtej Shkodrës, pikërisht në zonat rurale ku mungesa e aktiviteteve kulturore është evidente. Ne zgjodhëm që ta bënim këtë aktivitet në njësinë administrative Hajmel për vetë faktin se kjo është zemra Zadrims. Pra këtu fillon gjithçka, duke filluar me traditën e artit, të kulturës, të veshjeve dhe gjithçka tjetër. Prandaj jena shumë të lumtur që sot i dhamë gjallëri jo vetëm njësisë dhe banorëve të kësaj zone, por ta përçuar pastaj edhe tek shkollat, tek komuniteti, tek administrata dhe gjithku në çdo cep të kësaj njësie. Një traditë e bukur së cilës ju bashkuan disa shkolla të Shkodrës dhe Bashkisë së Vaudejës. Konkretisht morën pjesë trupa rinore nga shkollat e Hajmelit, Vaudejës, Bushatit, Dajçit dhe një grup përshëndetës nga fëmijë nga minoriteti egjiptian në Shkodër, pjesë e projektit After School. Çiftelin ku e ke mësuar ti? Tek kursi. Cili kurs? Ka kurs? Ka kurs kur çifteli. Në Bushat? Jo, në Shkodër. Të mrekullueshëm ton grupet, shumë të mirë, shumë përgatitur. Të siguruara nga artizane apo i ka ndonjëra ka hapur sepetin ose arka gjyshes? Nga gjyshet tona. Lojrat popullore Fest u organizuan nga shoqata dhe dorë me mbështetjen e Ministrisë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në bashkëpunim me Bashkinë Vaudejës. Hapni sy, do burra. Zeta. Një larmi këngësh, vallesh, lojrash popullore të tjerë krijuan një atmosferë mjaft të bukur dhe konkurruese me sërive. Juria vlerësoi me çmimet më të mira vendi i parë, Gjimnazi Nën Tereza Bushat, vendi i dytë, Shkolla e Bashkuar Hajmel dhe vendi i tretë, Shkolla Luca Graja në Dajç. Vendi i parë i jepet Gjimnazit Nën Tereza Bushat. Vendi i parë për paraqitjen e mirë për programin e pasur artistik të ngjarjet rinore, lojrat popullore Fest, edicioni 18. Kjo ngjarje është realizuar në Hajmel, Bashkia Vaudejës, Qarku Shkodër me datën 25 shtator 2025. Nga organizata dhe dorë me mbështetjen financiare të Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në kuadrin e projektit Artin e Dua. Urime! Bravo! U dhanë dhe mjaft çmime motivuese për veshjet, zërat më të mirë, lojrat e të tjerë, si dhe një vlerësim për kontributin e tij në fushën e folklorit për mjeshtrin e madh Viktor Paloka, të cilin e humbëm pak kohë më parë. Lojrat popullore Fest do të vijojnë më datën 26 shtator, ora 18 në Bashkinë Malësie e Madhe.